a ka vlerë zhurma Albes, a nuk ka vlerë, për menimin tëm, unë si ish banor thamë që nuk ka vlerë, por me sa duket për publikun, për shikum, për klikime, për zhurmë, ka vlerë, kështu që Alba shkon deri në finale, për këtë arsye. A e penalizon vetën që nuk e dit me jep lojë ndoshta një strategji tjetër nëse tu kishe jep mundësia prap mu fut në big, a kishe qenë si ke qenë më parë, apo kishe ndryshu personalitetin? Besoj se do kisha ndryshu, besoj se do kisha ba një lojë, që ti futash aty me disa personat që janë të... Unë i pari, unë kur një temë nuk kam pa Big Brother. Unë e di se si funksionon formati Big Brother, e di se qa është Big Brother, por që t'jem shikus i Big Brotherit, kur një temë nuk kam pa. Thjesht para se me hin Big, pash disa klipe, disa gjana, se si është Bigo, edhe më ka ba për shtypje disa gjana, ato bashin debate për diqa si nuk kishte kuptim. Edhe kur isha jashtë, pse në të ba këto debate, nuk ka kuptim debati, dhe nuk e kuptosha. Se po për lanë këtë. Ama kur hinë armën e kuptova se thjesht ti merë pjesë në debat. A ke drejt, a nuk ke drejt, nuk ka rëndësi kjo. Thjesht du të me marë pjesë në debat. Absolutisht se do kisha lujt tjetër, absolutisht se do kisha ba, të paktën do kisha tentu me baj loj. Adin, unë thash, nuk kam ba loj,